Territori shqiptar për datën 22 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me reshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumicën e territorit, ndërsa pasditja vijon me vranësira të dendura dhe reshje të herpashershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:44 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 18 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 12 deri në 19 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 17 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 16 gradë Celsius, Berat 12 deri në 16 gradë Celsius, Korç 4 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 13 deri në 18 gradë Celsius, Gjirokastër 10 deri në 19 gradë Celsius, Sarandë 12 deri në 19 gradë Celsius.